Merrni 2 vezë në ditë dhe i konsumoni në këtë mënyrë. Nuk do të vuani kurrë nga këto 3 probleme. Vetitet dobishme të vezës së pulës janë vënë gjithmonë në diskutim. Njerëzit kanë shpifur për këtë produkt i cili tashmë është provuar të jetë unik në përbërjen e tij në mënyra të ndryshme. Sipas Brightside do të rendisim disa rezultate të studimeve të fundit mbi përfitimet e vezëve të pulave për trupin e njeriut. Përfundimisht, 1 deri në 2 vezë në ditë është doza optimale ditore për të marrë përfitimet e duhura në mbrojtjen e organizmit dhe për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kështu, personat të cilët konsumojnë të paktën 2 vezë në ditë do të marrin një sër përfitimesh dhe vlerash për shëndetin. Shtimi i vezëve në dietën tuaj ditore do t'ju mbrojë gjithashtu edhe në organizmin tuaj, por truri do të jetë më i mbrojtur falë kolinës, një vitaminë që përbën materialin bazë ndërtimor të përbërjes të trurit. Shikimi do të përmirësohet falë luteinave që gjenden tek vezët, një substancë që është përgjegjëse gjithashtu për shikimin e qartë dhe të mprehtë në kushtet kur drita është e vështirë. Vitamina D, e cila gjendet te veza, do ju ndihmojë gjithashtu edhe në absorbimin më të mirë të kalciumit. Vitamina B që gjendet te veza do ju mbrojë lëkurën, flokun, gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Risku i sëmundjeve kardiovaskulare do të zbehet ndjeshëm tek personat që konsumojnë vezët e ziera. Vitamina B tek veza e zier do ju ndihmojë që të keni lëkurë më të shëndetshme. Shtimi i vezëve në dietën tuaj do ju mbajë për një kohë më të gjatë më të ngopur, çka do të ndihmojë për reduktimin e kilogramëve të tepërt. Do të ulet risku që të prekeni nga problemet që shkaktojnë radikalet e lira. 2 vezë të ziera në ditë janë të mira për të planifikuar një shëndet të mirë të organizmit. Gjithashtu, procesi i plakjes do të ngadalësohet me shtimin e vezëve të ziera në dietën tuaj ditore. Vezët janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të nisur ditën, por konsumi i tyre me moderim dhe në standardet e duhura të ruajtjes dhe cilësinë e duhur mund të jetë një përbërje shumë e mirë ushqyese për të ndryshuar ditën tuaj. Vezët janë një nga burimet më të mira shëndetësore për sa i përket vlerave të tyre ushqyese. Nëpërmjet konsumit të vezëve ne marrim në trup mineralet e fosforit, hekurit dhe gjithashtu mineralet e duhura të zinkut. Ndërkohë që ato mund të zvogëlojnë riskun ndaj problemeve dhe mund të ushqejnë më mirë shëndetin tuaj të syve. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni vezët e ziera në vaktet tuaja ditore. Vezët ju japin mineralet esenciale. Vezët janë të plota me minerale të fosforit, hekurit dhe zinkut. Këto minerale janë vitale për trupin tuaj. Njeriu ka nevojë për mjaft hekur, nëse nuk arrin atë që ta përthith si duhet, ai do të ndihet më i lodhur, më i plogësht dhe më i pafuqishëm. Ndaj shtimi i vezëve në dietën tuaj mund të luajë një rol parandalues kundër këtyre komplikacioneve. Vezët zvogëlojnë riskun për problemin e radikaleve të lira. Vezët janë një nga burimet më të mira të kolinës. Një vezë do të ofrojë 33% të vlerës rekomanduar ditore. Një studim i publikuar ka zbuluar se gratë që konsumojnë kolinën janë 25% më pak të riskuar që të vuajnë nga problemet e gjirit. Kolina gjendet te verdha e vezës dhe mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj. Vezët u ambajnë në shikimin më të shëndetshëm. E verdha e vezës është plotë e përplot me zeakanthin dhe lutein, të dyja minerale këto shumë të rëndësishme edhe fal antioksidantëve kanë treguar se mbrojnë nga degenerimi makular. Kështu mund t'i shtoni në dietën tuaj për një shëndet më të mirë të syve dhe më pak komplikacione të tyre. Vezët janë të mira gjithashtu edhe për të formuar më mirë muskujt tuaj të barkut. Ulëntimet kanë zbuluar se ta hash vezë në mëngjes do ju ndihmojë që të kufizoni dëshirën për kalori të tepërta gjatë ditës, rreth 401 kalori më pak. Kjo do të thotë se do ta keni më të lehtë të humbisni rreth 1.3 kg në muaj. Edhe pse vezët përmbajnë kolesterol, ky është kolesterol që i bën mirë trupit tuaj.
Nëse konsumohet në standardet e rekomanduara ditore, shtimi i vezëve në vaktet tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për të përmirësuar organizmin tuaj në tërësi. Vezët janë praktikisht të mira për të konsumuar në vaktin e parë të ditës, pasi kështu do ju bëj të ndjeni më të ngopur për më gjatë dhe të evitoni dëshirën për ushqime jo cilësore. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur ajo konsumohet në këtë formë? Në këtë video, sipas zbrazit të saj, do të rendisim përfitimet kryesore të vezës së zjerë dhe ndikimin e saj në organizmin e njeriut. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt në gatim, sepse yndyrrat që përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për problemin e kolesterolit. Sipas të dhënave, ngrënia e vezëve në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore ju ndihmon gjithashtu të humbisni kilogramët e tepërt. Vezët e zira në vaktin tuaj ditor do të përkthehen në një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe më pak komplikacione të tij. Vezët do të ofrojnë yndyrna cilësore për shëndetin tuaj. Vezët e zira do të nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat do të ruajnë nivelin e kolesterolit në gjak, ndërsa do të ulin riskun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët e zjera do t'i japin përfitime të mira të proteinave cilësore që i duhen organizmit për aktivitetet e tyre ditore. Vezët e zjera natyralisht do të përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina do ta ndihmojë atë të mundësojë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti juaj i syve do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i vezëve të zjera, dhe ndikimi i tyre në organizëm do të jetë më i plot, më i fuqishëm dhe do të evitojë problemin e radikaleve të lira. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore gjithashtu për ndihmën që i ofron retinës së syrit në përthithjen e dritës, mbron membranën dhe ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose edhe nga verbëria. Vezët e zjera të shtuara në dietën tuaj do ju ndihmojnë që të merrni edhe një shëndet më të fortë të kockave tuaja. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme shumë për shëndetin tuaj të kockave dhe për dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D u mundëson kockave një përthithje më të mirë të kalciumit dhe do të rregullojë gjithashtu nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë dhe mbi të gjitha më i shëndetshëm. Vezët mund t'i kombinoni sipas dëshirës suaj në të gjitha vaktet dhe ndikimet cilësore të tyre për organizmin do të luajnë një rol pozitiv në periudhën tuaj më të vështirë. Vezët janë një komponent shumë ushqyes i shëndetit. Megjithatë, përveç se një vakt i shijshëm dhe i shpejtë, është e rëndësishme që t'i trajtoni vezët ashtu si duhet, për të shmangur rrisjet e mundshme të shëndetit tuaj. Për të garantuar sigurinë kur konsumoni vezë të zjera, është thelbësore t'i gatuani ato si duhet. Vezët e zjera duhet të zihen për 10 minuta që të forcohen plotësisht. Kjo periudhë gatimi do të sigurojë edhe një të brendshme të vezës që është plotësisht e sigurt për konsum, pasi mikroorganizmat e mundshëm të saj mund të shkatrohen në këtë mënyrë. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë për shëndetin. Vezët duhet i ruani gjithmonë në frigorifer, gjithashtu kur qëndrojnë të freskëta deri në 7 ditë nëse janë në lëvozhgën e tyre. Veza pa lëvozhgë megjithatë rekomandohet të konsumohet brenda 3 ditëve dhe nuk duhet të lihet në ambientet e jashtme, pasi mund të prishet për 24 orë dhe të rëndojë kështu më shumë shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe jo vetëm. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
Të mos zëvendësoni në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.